Tregu i rrobave në lagjen 5 Maj në Tiranë është djegur plotësisht. Ajo çfarë ka mbetur janë vetëm rënojat. Mbi 200 tregtar janë prekur nga ky zjarr i përmasave të mëdha, që përfshin 2 magazinat e tregut të rrobave. Forcat zjarfikse kanë qëndruar në zonë edhe pas neutralizimit të flakëve. Edhe këtë të premte disa vatra u riaktivizuan, por u vunë nën kontroll menjëherë. ABC News ka siguruar edhe videon e momentit kur nis zjarri. Fillimisht dallohet tym dhe pak flak, të cilat më pas nisin të përhapen me shpejtësi edhe për shkak të materialit tekstil që tregtohej në këto magazina. Dëmet për tregtarët janë kolosale. Një ditë më pas ata shprehen se kanë mbetur në qiell të hapur. Jemi kështu në qiell të hapur. Unë ka pas dyqanin më të vogël këtu. Sa është lera e mallit tuaj, zotri? Sa dushëm më tepër se 200 milion lekë. Vetëm neve, unë më i vogli, po tjerët që kanë më shumë këtu. Çfarë materiale shpejtoni? Unë tregtosha çorape. Çorape dhe kështu geta, streçe, gjona kështu. Kishit vetëm një dyqan këtu? Unë kisha një, goca kishte 2. Goca u doq komplet. Unë këtu nuk kam një dyqan fizik, po unë kam punuar me disa prej tregtarëve këtu. Patjetër që dëmet janë shumë të mëdha. Paraprakisht, dyshohet se shkak për rënjen e zjarrit të jetë një shkëndijë elektrike, por do të jetë grupi hetimor që do të përcaktojë shkaqet e zjarrit, ndërsa automjetet të forcave zjarfikse janë ende në terren për të mbajtur nën monitorim situatën.